Ishte fjala që kur e merr gruaja apo vajza pasuninë e babës, jo të vllait, edhe e çon te burri s'ka drejt m'ia hongër as 1 euro. Domethënë çka është e është e gruas. A çka e krijojnë në martesë kur hyn ça ditë që martohet, e krijon me burrin, ajo është edhe e burrit edhe e gruas. Gjithashtu kjo vlen edhe për ty që ke pyet nëse motrës ja han burri pasunin, gjithashtu edhe vllaut ja han gruaja. Jo zoj, vllau jot apo vllau im mundet me qenë milioner, po kur ditën kur vjen nusja nuk ka hak te pasunia e burrit, se ajo nusja nesër mas 4-5 vjetëve mundet mundo, edhe si mas ligjit Kosovës duhet për gjysmë da pasunin. E valla nuk shkon. Po prej asaj ditës çka keni kriju bashkë me burrin, e jotja është, edhe e burrit tanë. A ato çka e merr burri prej babës, ajo është e burrit. Edhe vajza çka e merr prej babës, bia, ajo është e gruas, e vajzës. Burrit nëse don ja jep, nëse s'don e shumë fishon more, e ka marrë një pasuni prej babës, e ka vllaun biznismen, i thot vlla sa më ka ra mu, po që 100.000, a ban ti që to 100.000 me i shtin biznes me mi ba 200.000. Kështu janë vllaznit e mirë, kështu mendojnë motrat e mira.